Atë ka ndodhur herë me pas një fjalë në majë të guës. E din që atë fjalë po veç po të kujtohet. Fenomeni në majë të guës i bjen ti e din që e keni informat, po veç nuk po të kujtohet për momentin. Me e ditë se çka din edhe çka nuk din është një ndër format më të larta të inteligjencës, edhe quhet metakognicion. Psikologët e përkufizojnë metakognicionin si aftësi për me vëzhgu, me monitoru dhe me vlerësu proceset e tua mendore. Me fjalë të thjeshta, me ditë se çka din, çka s'din edhe sa mirë po mendon. Flavel, një nga autorët kryesor të këtij koncepti, e quajti metakognicionin mendim për mendimin. Fenomeni në majë të gjuhës është një shembull klasik i kësaj. Ti je i vetëdijshëm që informacioni ekziston në memorien tone, e keni ndjenjë sigurie, madje shpesh e din edhe shkronjën e parë, ritmin ose fjalën e ngjashme. Kjo tregon se monitorimi metakognitiv po funksionon, edhe pse rikthimi i fjalës ka ngecë përkohësisht. Metakognicioni nuk shfaqet vetëm në gjuhë, ai shfaqet kur e kupton që nuk ke kuptuar një tekst edhe kthehesh me e lexu prap. Kur ndalesh në provim edhe mendon që këtë pyetje e di, e këtë pyetje se di. Kur vendos mos me fol sepse e din që si je i sigurt për një informat. Kjo vedije është shenjë e inteligjencës së lartë njohëse. Edhe çka është interesant që kjo nuk ndodh veç te njerëzit. Studime eksperimentale kanë treguar se disa kafshë si korbat edhe majmunët kanë forma primitive të metakognicionit. Për shembull, korbat janë vërejtur që shmangin detyra kur nuk janë të sigurt në përgjigje edhe zgjedhin opsione të sigurta. Çka tregon se ata e kanë një ndjenjë kur din edhe kur nuk din. Kjo nuk është një instinkt i thjesht, por është vlerësim i gjendjes së brendshme mendore. E pse është kaq i rëndësishëm metakognicioni? Sepse është baza e të mësuarit thellë e vendimarrjes edhe e vetkontrollit emocional. Njerëzit me metakognicion të zhvilluar mësojnë më mirë. Edhe bëja subscribe urbanit në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.